Qa the? Të ulen molzat si ishte ajo? Jo, duke e përdor Brikena, më da dhe mu efekt, më ulen molzat. Të ulen molzat, pritë të shikoj prap, se nuk e di, e disa të kanë rënë molzat të periud? Ka pas një alergji ato ditë që isha kryer shumë, por tashi jam. Tashi kanë ra pak se janë kanë të luturu. Me vërte, a? Po mirë, si ndodh, do me thënë ndodh që, më falin se unë jam ignorant nga kjo pjesë, do me thënë ndodh me kalimin e kohës që të ulen, Goca? Ose të zhduken. Ose të zhduk genetike. E disa e ka genetike, sepse është lloj. Jam pak tokçe. Po pra, edhe unë kam molzat genetike, botox bëj këtu, edhe në gjok kështu. Po si ndodh? Molzat janë genetike sepse është alergji dhe realisht më ishin fryrë më shumë se zakonisht. zakonisht. Po, pra, dëgjoj. Se i kam prapë ashtu? Ore, po qa... Ja, je shumë bukur. Po shumë bukur, më ka lezet. Ku ta gjejmë alergji të këtij lloji, paçi mo ti e di sa qa themu. Mirë, dua të flasim pak tani për një tjetër diskutim që ka lidhje me dikë që deri në një pikë të lojës edhe nga studio komentohej sikur për shkak të raportit që ajo kishte krijuar me atë që i gjen veten jashtë shtëpisë, Gimbon, loja kishte kaluar në plan të dytë dhe të martën u diskutua se Selin do ishte në një lloj udhkryqi dhe se ishte për tu parë mënyrën se si do qasej me vazhdimin e rrugtimit të saj në Big Brother. Dhe, duket sikur këto 4 ditë, Selin ka filluar që të jetë kundër të gjithëve dhe të mos kursej askënd. Shohim klipin. Ngela pakeq nga shëndriti, unë e urrej kur mundohen të hedhin hiç syve të mi që shikojnë edhe dëgjojnë në mënyrë precize. Celia më ka dëshpëruar shumë sa. Çova me gjend afër që ju eliminu Gimbo. Atë që hajt afro më ti më të çafni dy durë çto. Më tregu shumë as më njohse me mu, jam shumë i gatshëm me luftuar kundër Selinës. Kam edhe gjana për Selinën, në qoftë se do më pas luftë me mu. Se ta kam vjedh lojën. Ty ta kam futat, kam zerë gënjeshtare. Oj, dy, qa ke futi? Oj, idiot. Ty kam zerë gënjeshtare. Kujdes me shpreh. Oj, idiot. Qa ke futur? Ta kam fut në lojë, qa problemi? Kush vjen afër me, i futen këmbët. Po problemi është se ta kam fut. Ta kam fut. Ma ke fut? Pa. Sa ka? Selin Dubai, ke ngel vetëm. Selin nuk ka problem, të ketë 10 veta të tjera për babë. Ku si përdor kjo meshkujt vllak kështu, nuk e ke vend. Nuk i përdor ajo meshkujt më. Vetë përdoren më. Po pra vetë përdoren pra sepse është fuqia saj. Në shkrujt vetë me mu. Që mas prajni pa që boni si indinjume, ma ka bo mas shpinë. Ta është dalin këthej, pra ti si cilit. Që të në kota është ajo. Që unë jam vetë kundër të gjithve. Po i pëlqen që kjo luanishe vetme kundër të gjithve, por në Big Brother të nevojit të dikush që duesh me pas pak mbrapa. Selini ka met vetë, nuk e ka asnjë aleat për momentin. O Selin, që njerë që kem rritë një pikë lojës me krevat. Mali nesër e ke radhën ti. Që 50 ditë, so kam rri bashkë mirë. Këto ditë nëpërmjet Gimbos. E tash interesant me po qysh kam javu. Nuk je Selin the Queen, je drama queen. Brikena Maska, kështu e ke emrin. Brikena Maska. Brikena është tipike e fjalisë bëj çfarë them, mos bëj si bëj unë. Selina ka bërë me strategji dasme. Ka qëndrishmoj. Dhe ajo ka thënë nga goja vetë ka nxjerrë që Miri nuk luan dot pa mua. Unë i kam thënë vetëm kaq, ti je mos minjos. Selin tani e shikoj emocionalisht shumë të dobët. Timi, që ti ke bërë në shtëpi. Me skombe. Ja ke fut ngoj. Për burri martuar, për ja fut gjithë në ngoj. Shtuande. Juela është lojtare me 2 standarde. 2 kunguj në një sjetull do ta kesh muskujt e forta me mbajt. Përveç lojës së Mateo, falenderoj një lojë tjetër. Unë falenderoj aftësitë e mia. Nëse ti falendero Mateon, që të ka mbajtur me shëri nga në lojë. Ti prandaj se puth Mateon ti se ti e ke përjetuar si emocion. Kush do ka përjetuar si emocion? Ka kuriozitet e revolt. Voglushe mirë. Çfarë është
lushoj me përvojnë. Do është si vajzë rrugaçe. Me tjetër kontekst. Se është femër e ndaj jo i ka profendimet e para në të shtëpi. Edhe bën rolin e viktimës që i shkon kur ja kthejnë në të njëjtën mënyrë. Edhe një si lutem. Atë provoj konsideron ajo se ajo atë provoj një. Nga që është rrugaçe, i drejtohet çdo vajzë këtu me fjalët më të rënda, më të ulta, edhe bën rolin e viktimës kur ja kthejnë në një monedh. Ajo që preket nga fjalët e vajzave kur janë ofenduese kundrejt saj, nuk ka lënë fjalë pa thënë. Thotë që jam një luanesh. Domethënë nuk i ka ide shumë qarta çfarë identiteti do të marr tani. Me pasu një mundësi me çu njerëz në nominim. Ju ilën ta çesem kanë nxjerr Gretën. Tani për Gimbon, kujt duhet i bin kokë? Ty apo Mirit? Miri boli nominimin. Ku marr hak për Gimbon? Te ti apo te Miri? Ti te Miri do të marrësh hakun. Bravo Brikena! Hakun e Gimbos se unë. Do lutem vi një kuti Pandore. Meqense ti do që unë të marr hakun e Gimbos te ti, unë do hakun e Gimbos do ta marr te ti. Unë të brenda kam marrë për të sfiduar veten. Kjo është një lojë, kjo është një garë, kjo është loja ime dhe gara ime. Kjo është problemi.